Po, ndërkohë, para se të vazhdojmë të qepa e bardhë, po kjo pyetje është pak më gjenerale tek të gjitha qepat. A është e vërtetë që nëse prejmë gjysmën e qepës e përdorim, gjysmën tjetër nuk duhet ta ruajmë për shkak se i humb vlerat dhe mbledh bakteret përreth? Është mit ajo që i mbledh bakterjet, izolon bakterjet si të gjitha perimet e tjera, edhe normal prishet për veti dhe nuk është të preferueshme me mbajt. Për shembull, unë e kom pa që është preferu shumë shpesh që me lënë afër për shkak se i mbledh bakterjet në ambient, me tregu drejt të dhënë logjikisht e komenduesi reale, po me studimet për shembull që i kom pa, ato që janë studime, thuhet që afërsisht 3% kështu mundet me mbledh bakterjet e ambientit, për shkak që s'ka aftësi mi po për veti mbledh shumë bakterje edhe normal që kalon toksike. Izolon shumë mikroorganizma edhe kalon toksine dhe është shumë e rrezikshme më përdor nëse veç është e hapun edhe është rujt nuk lejohet më përdor. Domethënë nuk është e preferueshme. Për shembull, çfarë gjysmën a mund të vendosim në ngrirje të thellë, a i humb vlerat nëse vendosim në ngrirje të thellë? Tash nëse veç ki sasi shumë të madhe qepës, edhe perum për me fërgu o fjalla herën tjetër se në salat nuk besoj që ruhet se shtohet, që se një qep nuk është shumë ushtu. Po nëse dam për me fërgu, për shembull unë e preferoj me e fërgu, ta zojmë qepën e pasulit, të fërguajmë një sasi më të madhe, masi po pritojmë me përgatitë edhe nesër prapë për gjellën, edhe ashtu të nxehtë me ata yndyrë edhe ato vaj që shosh me një tegull qelçit e mshelim në mënyrë hermetike dhe shtim në ujë të nxehtë. Edhe kjo ndikon që mu mbyll në mënyrë hermetike dhe mos me pas mundësi mu izolu këtë qelç mujna me erujt në 4 gradë frigorifer dhe pa problem, është e sigurt mu përdor. Për maksimumin një javë është fjala. Jo ma shumë. Në frigorifer, jo në ngrirje të thellë. Kuptohet, jo në frigorifer. Kuptohet çdo perim edhe çdo ushqim, nëse ruhet edhe ngrirje të thella në frigorifer, me kalimin e kohës prishen ato enzimat, fillon mu degradu dhe mi humb vlerat. Po, kur ta këshush një anë, ma mirë ma pak vlera është sy se që thëmë edhe one se sa mos me marre.